Bashkia ka ndërmarrë ndihmë konkrete për banorët e fshatit Obot, të cilët vijojnë të jenë të izoluar për shkak të pranisë së ujit në rrugën e fshatit. Në bashkëpunim me rezervat e shtetit, janë shpërndar pako ushqimore dhe siguruar furnizim ujë të pishëm për familjet e zonës. Edhe pse nuk ka prezencë ujë në banesa, mbështetja për banorët po vijon për të garantuar siguri dhe përballim sa më të lehtë të situatës. Nënkryetari i Bashkisë Shkodër Alban Preka u shpreh se situata paraqitet e çëndrueshme, por Bashkia Shkodër do t'u qëndrojë pranë banorëve duke monitoruar në mënyrë të vazhdueshme zhvillimet në terren. Situata sot ka pas një prezencë më të shtuar të ujit, por është në monitorim dhe në vëzhgim sipër. Gjithë strukturat e bashkisë po vazhdojnë monitorimin e situatës. Është një kërkesë drejtuar emergjencave civile dhe rezervave të shtetit për të ardhur në ndihmë të banorëve, të cilët kanë këtë prezencë, sikur thash, të ujit dhe me depozitimin e tyre po fillon edhe shpërndarja pranë banorëve. Ndërsa deputeti i Qarkut Shkodër, Onit Bejleri, theksoi se të gjitha strukturat shtetërore janë në gatishmëri dhe në mbështetje të banorëve të prekur për t'u përgjigjur çdo nevoje që mund të linë nga situata e rreshjeve. Komplet aparati shtetëror i emergjencave është në gatishmëri të plotë për përballimin e kësaj situate. Siç shikohet, janë forcat e armatosura, emergjencat civile, por edhe rezervat e shtetit, të cilat kanë sjell një ngarkesë me pako ndihmash ushqimore për familjet nevojë. Aktualisht jemi në njësinë administrative ana e Malit, zona Obotit, e cila ka pasur edhe pjesën më të madhe të sipërfaqes të mbytur me ujë. I gjithë aparati shtetëror ndodhet në terren dhe është në angazhim të plot, gatishmëri maksimale për t'ju përgjigjur dhe për t'ju xhendur pranë qytetarëve. Bashkia Shkodër vijon të jetë në terren dhe në gatishmëri të plot për menaxhimin e situatës dhe mbështetjen e komuniteteve të prekura.